Lugina e Valbonës, pjesë e parkut kombëtar Alpet e Shqipërisë në qarkun e Kukësit, është ndër destinacionet më të frekuentuar nga turistët vendas e të huaj në çdo stin të vitit. Gjatë stinës së dimrit, rreshtet dhe borës e shndrojnë parkun në vend magjik, ndërsa rruga mirëmbahet vazhdimisht për të mundësuar qarkullimin pa ndërprerje të vizitorëve. Kjo zonë me bukuri të rrallë është e preferuar jo vetëm nga turistët vendas, por edhe nga turistët e huaj, të cilët parapëlqejnë të njihen edhe me zakonet apo traditat e fshatrave më verior të vendit. E kthyer në një oazë çlodhës në lartësinë e 800 metrave mbi nivelin e detit, parku kombëtar i Valbonës nuk njeh stinë me vizitorë të shumtë në çdo periudhë të vitit, sidomos edhe nga Kosova. Vizitorë të shumtë të ardhur nga vende të ndryshme të botës, si edhe të tjerë të ardhur nga vizite të ndryshme të vendit e Kosova, janë të pranishëm çdo ditë në pikën turistike gjithvjetore të Valbonës, një zonë turistike që ka fituar një emër të mirë përmes mikpritjes dhe qetësisë që ajo ofron.